Udhëheci sirian Ahmed al-Shara ka njoftuar formimin e një qeverie të re kalimtare prej 23 anëtarësh në një përpjekje për të bashkuar vendin e shkatëruar nga lufta pas rrëzimit të ish-presidentit Bashar al-Assad. Kabineti përfshin përfaqësues nga prejardhjet e ndryshme etnike dhe fetare. Në një fjalim, al-Shara, udhëheci i grupit xhihadist Hayat Tahrir al-Sham, i cili luajti rolin kryesor në rënien e Assadit, e përshkroi qeverinë e re si një qeveri të ndryshimit dhe ndërtimit, që mban aspiratat dhe shpresat e njerëzve për një të ardhmen më të ndritshme dhe më të qëndrueshme. Ne jemi të sigurt se puna e palodhur për kushtimin dhe bashkëpunimin mes të gjithë qytetarëve do të jetë çelësi për rritjen e këtyre synimeve, shtoi ai. Kabineti i ri përmban emërime të dukshme si Hind Kabawat, e vetmja grua në qeveri dhe një avokate e krishterë për tolerancën ndërfetare dhe fuqizimin e grave, e cila do të shërbejë si ministre e çështjeve sociale dhe punës. Ai përfshin gjithashtu Yarab Badr, një alavit që do të drejtojë Ministrinë e Transportit, dhe Amgar Bad, një antar i komunitetit druz, i cili do të drejtojë Ministrinë e Bujqësisë. Alavitët dhe druzët janë grupe fetare të pakicave që janë ndeg të Islamit, duke përbërë respektivisht 12 dhe 3% të popullsisë të Sirisë. Alavitët në përgjithësi ishin në favor të sundimit të Assadit, ndërsa druzët kanë përhyrje për të qenë neutral gjatë gjithë konflikteve të brendshme në vend. Reel al-Salah, i lidhur më parë me helmetat e bardha, një organizatë qeveritare e akuzuar për organizimin e sulmeve të shumta të armëve kimike me flamur të rrëm, është emëruar si kreu i ministrisë së sapo krijuar të menaxhimit të emergjencave dhe fatkeqësive. Al-Shara njoftoi gjithashtu krijimin e Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve. Morav Abu Chasra dhe Asad al-Shaibani, që tashmë shërbejnë si ministra të mbrojtjes dhe të punëve të jashtme, do të ruajnë postet e tyre. Qeveria e re do të ketë një kryeministër dhe antar të forcave demokratike siriane, të udhëhequr nga kurdët ose administratës civile autonome në Sirinë verilandore. Formimi i qeverisë kalimtare vjen pas rënies së qeverisë së Assadit në dhjetor, mes një ofensive të befasishme nga forcat opozitare të kryesuara nga PTS. Ish-udhëheci sirian largua drejt Rusi pas revoltave. Pas rrëzimit të Assadit, Siria përjetoi trazira të konsiderueshme, duke përfshirë një kryegritje brenda komunitetit alavit, që çoi në përleshjen e dhunshme me forcat qeveritare dhe me qindra vdekje.